Të nderuar shikues, jemi rikthyer në studio dhe në vim është radha për personalitetin e ditës dhe temën për të cilën sot do ta trajtojmë. Është një temë shumë e rëndësishme, uroj që këshillat edhe dobitë që do i marrim nga profesionisti i fushës të jenë të dobishme dhe dobiprurse për shoqërinë. Zakonisht temat psikologjike janë temat të cilet janë me interes pak më të veçantë, sepse meritojnë një trajtim pak më të veçantë dhe kemi përshtypjen që edhe shoqëria jonë ka nevojë më shumë për të trajtuar temat të tilla në këtë periudhë dinamike me rutinë të përditshme, me një dinamizëm të papare kështu me radhë. Do flasim për atë se si ndikojnë rrethanat e jashtme në gjendjen e brendshme të individit. Pra, në qoftë se ne vendosim që ta kemi një ditë të bukur, a varet kjo vetëm nga ne ose varet edhe nga rrethanat të jashtme? Do të flasim për këtë temë në një linjë të drejtë për drejtë me psikologun klinik Arber Kadriu. Përshëndetje Arber dhe mirë se erdhe në emisionin tonë. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit juve që gjithmonë ndani kohë për të kontribuar për temat që janë me interes për shoqërinë. Atëherë të flasim pak në lidhje me atë se si ndikojnë rrethanat e jashtme në marrëdhënien e brendshme të një individi të caktuar. Fillimisht të faleminderit për ftesën dhe mundësinë që të ndajmë disa informacione për sa kanë të bëjnë me shëndetin mendor dhe po ashtu unë falenderoj të gjitha mediat por edhe televizionet që japin hapësirë për të diskutuar mbi shëndetin mendor, që është një ndër pjesët më të rëndësishme të fushës humane, po edhe të mjekësisë, por edhe për gjithë njerëzimin. Po është e vërtetë ku njeriu ndonjëherë nuk është që imponohet ose ndikohet vetëm nga psiha e tij e brendshme, por ajo varet edhe nga perceptimet edhe nga ajo që ne marrim nga rrethanat tona ose nga mjedisi që na rrethon, dhe kjo lidhet që nga mosha e hershme, nga familja, shoqëria, e mandeje deri në një moshë të rritur, kur ne më veç se jemi pjesë psikosociale të rrethuar nga shoqëria dhe nga aktivitetet të ndryshme të cilet i bëjmë në jetë. Dhe kjo padyshim që ka një ndikim shumë të madh dhe një sërç rregullimeve të shëndetit mendor, respektivisht siç janë më të njohura depresioni dhe llojet e ndryshme të anthit, paraprakisht përpos që vinë nga vetë personi, vinë në masë të madhe edhe nga ambienti i cili na rrethon. Domethënë tregohet qartë që ndikimi është shumë i madh dhe kjo vjen domethënë nga fillimi i ditës së gjerë në përfundim të saj. Çka do thotë kjo? Ne si psikolog natyrisht bëjmë domethënë atë ekzaminimin e parë psikologjik kur i pyesim njerëzit dhe shpesh i themi se si e keni marrëdhëniet në familje, me çfarë persona takoheni, me cilët të rrini më shpesh, sa e keni fushën e ngarkuar nga stresuesit e ndryshëm, a keni të bëni me persona të cilët ndikojnë shpesh në pjesën tuaj emocionale, kështu me radhë, por kjo lind domethënë ose me një fjalë shfaqet nga dita kur ne e fillojmë në mëngjes dhe deri në mbrëmje. Dhe besoj që më tutje do ta zhvillojmë edhe më tepër temën. Sigurisht. Megjithatë përmendëm rrethanat e jashtme dhe gjendjen e brendshme të një individi. Por jo çdo njeri reagon njëjtë ndaj situatave stresuese. Disa janë më të ndjeshëm e disa jo. Pra një situatë stresuese për dikë ka pasoja më të mëdha dhe për dikë jo. Pse dikush është më ndjeshëm dhe dikush jo? Si e shpjegon psikologjia këtë pjesë? Këtu kemi të bëjmë për atë kategorizimin e personave ose personaliteteve ndryshme, jo se cili njeri domethënë mund të përballet me ndonjë situatë e cila është pak më stresuese ose më e ndjeshme, sepse kemi personalitete të ndryshme, kemi tipa të ndryshëm të personave dhe këtë psikologjia shumë bukur e ka determinuar dhe ka shfaqur. Megjithatë, njeriu fillimisht ne si shqiptar kemi domethënë disa shprehje shumë të bukura. Kur thash ne fillojmë ditën që në mëngjes e kemi fjalën ato fjalë magjike. Sa reflektojmë në energji pozitive, domethënë kur jemi mëngjes themi mirëdita, përshëndetje, paqit një ditë të mbar dhe nga këtu shprehet një energji pozitive për personin. Mandej ato tipat që janë më të ndjeshëm, ne shpesh e përdorim atë thënien njerëz shpirt lik dhe njerëz shpirt fort. Dhe këtu paraprakisht në një gjuhë popullore ne tregojmë atë karakterin ose personalitetin e njerëzve, sepse secili njeri në jetën e tij mund të ketë përjetime të ndryshme, post-trauma të ndryshme. Jo më kot kanë thënë që më mirë
të më sulmosh me ndonjë plumb, edhe mandej çrohet plaga, sesa të më thuash një fjalë të rëndë dhe që është jo e kurueshme. Do të thënë me një fjalë, jo secili njeri është i njëjtë, jo secili njeri i përballon fjalët e ndryshme, përjeton ngjarjet ashtu si dikush më i fortë. Prandaj duhet jemi shumë të kujdesshëm çfarë themi, çfarë flasim, edhe duhet jemi shumë delikatë që me fjalët tona mos të ashtojmë dertin, problemin, stresin, gajlet personave të tjerë, sepse mund të jemi faktor ose pozitiv ose negativ që mund të kemi një impakt të rëndësishëm tek personi tjetër. Prandaj këtu ka të bëjë më tepër edhe për çështjen e personalitetit të njeriu, të individit, dhe për atë arsye duhet kemi shumë kujdes se si reflektojmë, se si e shpërndajmë atë frekuencën, energjinë tek tjetri që të bëhemi shkak ose për të mirë ose për të keq. Dhe unë shpesh te klientët e mi zakonisht e supozoj që ndonjëherë njeriu duhet të fokusohet në vetvete, duhet të përpunojë mendimet e tij dhe duhet të ketë kujdes nga cili person marrin mendimet, këshillat, sepse ndoshta një fjalë dikujt mund të ketë pasoja shumë fatale në formë të pavetdijshme. Pikërisht, sepse është pikërisht kjo ajo psikologjia e çdo individi në veçanti që ndikon pastaj nga veprimet apo rrethanat e jashtme se si do të ndikojnë, prandaj është e jona që të kujdesemi se çfarë flasim dhe në çfarë ambienti flasim, sepse kjo mund të ndikojë pra negativisht, ne nuk mund ta dimë se si mund të ndikojë psikologjisë së tjetrit, prandaj besoj që këtu duhet të japim më shumë kontributin ton për të pasur kujdes ndaj asaj se si flasim ndaj të tjerëve dhe çfarë natyre ato kanë dhe si presim fjalët tona realisht. Kur flasim për rrethanat e jashtme, vendbanimi, trafiku, puna që është shumë e rëndësishme, këto rrethana si ndikojnë në gjendjen psikologjike të një individi? Po, është shumë e vërtetë që këto kanë ndikim të rëndësishëm dhe të thellë në jetën e njeriu, andaj është shumë e rëndësishme, që njeriu fillimisht ta ketë atë paqen organizative për brenda familjes tij me anëtarët e familjes, sepse rastet e ndryshme që po na vijnë, që janë shumë delikate dhe paksa fatale, kur kemi marrëdhënie jo të mira brenda familjes, që është ndikimi i parë dhe shumë i rëndësishëm për individin, personin, i cili ka gjendjen paksa më të rënduar psikologjike, po kjo nuk do të thotë vetëm ata që kanë çrregullime psikologjike, po kjo ka bëj edhe për persona të cilët gëzojnë një shëndet plot fizik dhe mendor. Po ashtu edhe rrethanat, shoqëria, mentaliteti, edhe pse tek ne momentalisht kemi një miks vogël problemeve që lindin nga pjesa edukative në familje, mandej edhe nga ajo shoqërore, fenomenet e ndryshme negative që paraqiten në shoqëri dhe mandej deri tek ajo që është më ekstreme që shumica e njerëzve që unë e kam pa që është evidente që kanë shumë probleme dhe brenda funksioneve të punës të cilët i bëjnë me një fjalë, ne siç e njohim atë çrregullimin burnout, që thuajse çdo dy persone ndjen dhe pëson brenda ambienteve të punës, që është unë shpesh rekomandoj që më mirë një person të bëjë një punë që ka pak fitim financiar, sesa të jetë në një pozitë ku paguhet shumë, po çdo ditë e bën me mlef, me urrëtie dhe pa dëshirë, dhe kjo paraprakisht krijon qeliza brenda organizmit që quhen kancerogjene dhe prin njeriu jo vetëm në stres, në çrregullime të ndryshme psikike, po e shtyn njeriu edhe probleme të ndryshme të organizmit ose çrregullim fizik. Dhe për atë arsye kjo është shumë e rëndësishme dhe ne duhet jemi paraprakisht tek prindërit e rinj, të cilët rritin fëmijë, duhet kemi shumë kujdes se si u japin edukatën atyre, si përforcojnë ato në aspektin mendor, me çfarë personash i shoqërojnë, sidomos në viset urbane, në qytete ku fenomenet negative janë më të theksuara, më frekuentive dhe duhet kemi kujdes se me kënd rrim, me kënd shoqërohemi, çfarë bëjmë. Mandej ne kemi edhe këtë pjesën e fatalitetit që ndodhin tragjeditë ndryshme në vendin tonë, ku trinjt janë frirur në alkool, në lëndë narkotike, mandej edhe në shumë çrregullime të tjera. Dhe gjitha këto që i përmendin janë faktorë kyçe të ndikimit personal të shëndetit mendor i një individi. Andaj duhet kemi kujdes shumë këtë pjesë, nuk duhet ta neglizhojmë dhe duhet jemi
shumë të përpiktë në atë se si jemi funksional në jetën tonë të përditshme. Po, përveç kësaj që përmendet faktorët e jashtëm, si që janë vendbanimi, puna, që mund të na shkaktoj stres apo jo, gjithashtu do doja pak më shumë të di rreth asaj se në disponimin apo në humorin ton të brendshëm si ndikojnë stinat e vitit. Kam përshtypjen që kur është koha me diell, e diskutuam edhe pak më herët, kur është pranvera zakonisht, niveli i serotoninës është pak më i lartë në ajër dhe ndoshta kjo pikërisht është ajo që neve na bën që të jemi ndoshta edhe më të lumtur. Pra rrezet e diellit, a është e vërtetë që kur është koha për shembull psikologjikisht, kur është koha me shi, është më depresive dhe kjo ndikon negativisht tek individet, si ndikon në gjendjen e përgjithshme të disponimit, si ndikojnë stinat e vitit? Përpost në pjesën psikosociale që pak a shumë e diskutuam, pjesa e motit ose e klimës ka një ndikim të jashtëzakonshëm në pjesën psikologjike të njeriut. Dhe këtë nuk e them vetëm unë, kjo është e pohuar dhe e vërtetuar nga shkencëtarë të ndryshëm botëror, të cilët mirren në fushën e psikologjisë, në neuropsikologji dhe në aktivitetet e ndryshme të hormoneve, të aktiviteteve të trupit e kështu me radhë, është e vërtetë, jo vetëm serotoninën, por edhe melatoninën që janë hormone që ndikojnë në pjesën e humorit të personit dhe kjo është si arsye të themi kohës, sidomos kur është pranvera, dhe shpesh ne që bashkëpunojmë edhe me mjek psikiatër edhe kur këmbejmë klient me njëri tjetrin, kur duhet bëjmë bashkëveprimin e psikoterapisë dhe të pjesës medikamentoze, shpesh të klientët i vazhdojmë terapinë gjetë në një kohë që vi pranvera, dhe me thonë tani jemi veç se në pranverë, ka filluar dhe me thonë në qelja e luleve, kemi gjelbërim, koha është më e mirë, kemi rrezet të diellit dhe gjitha këto kanë një sër reduktimi në trurin e njeriut edhe në pjesën e përmirësimit të humorit, duke reduktuar ndjeshëm simptomat depresive, çrregullimet e ankthit dhe llojeve të ndryshme të panikut. Është e vërtetë që brenda kohës kur kemi rreshje shiu, brenda kohës kur koha është moti më i trupit ose me një fjalë më i zyt me mjeku, kjo është parë që ka ndikim shumë negativ tek personat të cilët janë pak më melankolik ose me çrregullim të depresionit dhe njerëzit u ndikon shumë në pjesën e motivacionit që t'jenë më aktiv brenda ditës dhe ata ndihen më të përzhumur, më pak vullnet, më pak energji dhe dita e tyre kalon shpesh në gjumë, pa aktivitete dhe me energji, si që tha, shumë të ulët. Pra, pjesa e temperaturës, pjesa e motit ka ndikim të jashtëzakonshëm. Po megjithatë ajo që është një si hariç dhe shumë e rëndësishme për personat të cilët vuajnë sidomos nga depresioni dhe nga ankthi, pjesa e temperaturës kur është më e ngrohtë ose motit në pranverë është jashtëzakonshëm. Unë shpesh u rekomandoj klientëve të mi që ta shfrytëzojnë kohën me diell, të zgjohen herët në mëngjes, të fillojnë aktivitetet e tyre të ditës, por edhe shumë e rëndësishme ekspozimi në viset ose ambientet e gjelbërta, në kopshte, në zona malore, tani kemi domethënë edhe parqe të qyteteve, dhe aty njerëzit mund ta shfrytëzojnë motin, përdorin disa teknika të ndryshme të frymëmarrjes, të cilët përmirësojnë ankthin, pjesën e stresit, mandej këto janë disa teknika të cilët ne si profesionistë të shëndetit mendore i rekomandojmë te klientët tanë. Po, Albert, përveç asaj që përmendëm se si ndikon, domethënë ambienti i jashtëm, klima e përgjithshme apo natyra, ekziston edhe një tjetër faktor që është shumë i rëndësishëm, që besoj që ndikon shumë në gjendjen tonë emocionale. Miqësia, kolegët, familja, shoqëria jonë, e gjithë kjo ka një rol shumë të rëndësishëm në ditën tonë, le t'i themi. Si ndikojnë këto për të krijuar një ambient, le të themi, të shëndosh psikologjik, apo jo? Unë tani më kujtua domethënë në një hadith profetik ku feja jonë shumë bukur e tregon, ku thotë unë jam në fenë e shokut tim. Domethënë kjo tregon që ne ndikohemi jo pak për shumë nga ata që na rrethojnë, sidomos nga shoqëria, dhe jo më thotë unë e dhash si këshillë, si rekomandim, të kemi kujdes se me kënd rrim dhe me kënd shoqërohemi. Sepse fundja fundit ne akumulojmë energji prej njëri tjetrit dhe është shumë e rëndësishme që ne të përfitojmë, të motivohemi dhe të marrim një fjalë të dobishme nga dikush tjetër.
Edhe këto janë studime shkencore të cilët edhe fizikantët e ndryshëm që mirën me pjesën e frekuencave, me pjesën e energjisë, duke dëshuar edhe me fakte argumentative shkencore, po kjo është edhe në pjesën psikologjike ku ka një ndikim të jashtëzakonshëm. Andaj, një fjalë e mirë është si një medikament i mirë. Ndoshta njeriu nuk ka nevojë për një qetësues, për një relaksues muskush, po mund të ketë nevojë vetëm për një fjalë të mirë, për një këshill të mirë që atij t'i shkojë dita mbar. Unë kam thënë shpesh dhe e ri përsëris që shoqëria jonë, vendi jonë, mentaliteti jonë ka nevojë për dhënje dhe marrje të dashurisë. Dashuria është një koncept që nuk mund të përkufizohet si definicion, por është shumë i zgjeruar. Andaj, sa më tepër të jemi me buzëqeshje, sa më tepër të akumulojmë dashuri, sa më tepër të jemi bashkë me njëri tjetrin, aq më mirë. Ne si shqiptar kemi edhe tradita të jashtëzakonshme konservatore, të cilët i kemi pas më herët, por fatkeqësisht të tradita pozitive i kemi menjanuar dhe i kemi larguar. Shpesh kur diskutoj edhe me njerëzit të ndryshëm kur takojmë në kafene, por edhe kur bisedoj me klientët, e vrej në fytyrat e tyre, një zbrasti, ku ata ka nevojë për njëri tjetrin. Për shembull, njerëzit nuk bëjnë më takime të shpeshta, nuk vizitojnë njëri tjetrin si përpara dhe nuk ka një dashuri si më herët. Ndoshta përpara pjesën materiale e kanë pasur shumë më të vështirë dhe pjesën financiare e kanë pasur shumë më pak. Megjithatë, sot i posedojmë të gjitha të mirat materiale, secili person posedon punë, secili person ka një pak të mirëfill, por fatkeqësisht pjesa shpirtërore, pjesa spirituale, ajo që e kemi për brenda neve, na është paksuar dhe e kemi një zbrastim brenda vetes. Dhe nga kjo çka tregon, domethënë nuk e bën njeriu të lumtur se sa kemi me bollot, por e bën të lumtur njeriu kur është sa më afër njëri tjetrit dhe kur akumulojmë energji pozitive, ja heqim hallët njëri tjetrit, sa më afër. Për atë arsye, ndoshta më herët nuk e kanë ditur çfarë është psikologu, ndoshta nuk ju ka interesuar fare si profesion, sepse hallët, dertët, sikletët, dhimbjet e njëri tjetrit i kanë kaluar së bashku. Dhe sot, të gjeneratat e reja, kjo nuk shihet. Po, pikërisht, prandaj dhe e bëra këtë pyetje në lidhje me atë se si ndikojnë kolegët, miqt apo familja në gjendjen e brendshme. Po megjithatë kemi edhe një tjetër faktor i cili është shumë i rëndësishëm, sidomos kjo ka qenë shumë e rëndësishme qysh nga koha e pandemisë, ka të bëjë me rrjetet sociale. Si ndikojnë rrjetet sociale në gjendjen tonë? Sa janë të dobishme për të marrë informacione të mira, edukative, që neve na duhen, në anën tjetër mund edhe të jenë të dëmshme për ne, pikërisht këto informacione. Pra, rrjetet sociale, çfarë ndikimi kanë në gjendjen shpirtërore të njeriut? Kjo është një pjesë ku unë shpesh diskutoj edhe në për kryeza të tjera diskutimesh, por edhe në për emisionet e tjera e kam potencuar që ne jemi produkt i rrjeteve sociale. Pse e kam thënë këtë? Gjithçka domethënë që mund të ketë një rol shumë negativ nga ajo çfarë kemi ne probleme si shoqëri, janë pjesa e asaj që na jepet si informacione në rrjetet sociale. Jemi produkt i saj, njerëzit fatkeqësisht janë bërë edhe më parazit, shkaku që gjithçka e potencojnë e lidhen me pjesën e rrjeteve sociale. Me një fjalë, aplikacionet e telefonave tona janë bërë si pjesë e organit të trupit. Ne kemi një organ shtesë dhe mund të them sinqerisht që i kemi një stimulus, jemi bërë të mbarur për rrjeteve sociale dhe jeta jonë gjithçka lidhet nëpërmjet atyre. Fatkeqësisht në shoqërinë tonë, në vend që të shfrytëzohen këto teknologji për të mirën tonë, për të na zhvilluar si shoqëri, por edhe si individ, si person, gjeneratat e reja maksimalisht e shfrytëzojnë për pjesë negative. Më thonë, unë kam pas një rast fundit kur një klient më tha, unë nuk po më të bëj as shoqëri, as diskutoj me familjen për problemet e mia, po diskutoj me ChatGPT. Domethënë, të gjitha këshillat, çka duhet i marr prej aty. Aq më tepër dhe konfliktet, të cilët i kemi të shumta, siç i shohim në rrjetet sociale, sidomos kjo pjesa e politikës, kur njëri me tjetrin shantazhon njëri tjetrin, ofendohen, nxjerrin fotografi të ndryshme, këto kanë një impakt drejt për drejt në shëndetin psikologjik të njeriut. Andaj thash ne jemi produkt i rrjeteve sociale. Megjithatë kjo si temë kërkon një shtjellim më të madh, sepse ne jemi si shoqëri akoma në tranzicion. Edhe gjithçka që e marrim si klishe, të gatshme. Nuk e përpunojmë dhe nuk e shohim se si mund të ketë ndikim ose si mund ta zhvillojmë për brenda vetes tonë.
Për atë arsye, është shumë e rëndësishme paraprakisht çfarë informacione marrim edhe si mund t'i përballojmë ato informacione. Në kohën e fundit shpesh edhe njerëzit mendojnë që çdo gjë që shkruhet në rrjetet sociale, gjithçka që ata e kanë aty e absorbojnë tek vetja e tyre. Ka raste kur njerëzit thonë se unë kam çrregullim thot bipolar. Nga e dinti, po e kam lexuar në internet, e kam lexuar në rrjetet sociale dhe thotë unë kam të njëjta simptoma. Megjithatë kur i bëjnë edhe testet psikologjike ku e shohim pasqyrimin e shëndetit mendor të tij, shohim që s'ka të bëjë fare as me bipolaritet, as me ndonjë çrregullim tjetër, po thjesht është një stresues. Janë disa mendime anksiozitike që njeriu e bën të ndjehet se sikur e ka atë. Dhe për atë arsye njeriu nuk mund të zëvendësohet me teknologji. Sado që neve mund të përparojmë, sado që ne zhvillojmë pjesën artificiale, asnjëherë njeriu nuk mund ta zëvendësojë teknologjia, rrjetet sociale kështu me radhë. Dhe jo në kot ne kemi për shembull kirurg, jo më kot kemi mjek, jo më kot kemi psikolog, jo më kot kemi arsimtar dhe shumë profesionistë të tjerë. Nuk mundet për shembull një problem sanitar të ta rregulloje një robot ku diun. Do të thonë janë disa gjëra, disa prirje që neve kemi nevojë vazhdimisht në jetën tonë. Për atë arsye thash, në tranzicion, akoma kemi problem si t'i akumulojmë gjëra, si t'i determinojmë gjëra, si t'i përpunojmë gjërat dhe si ta marrim informacione brenda vetes tonë. Për atë arsye nuk mund të futem në pjesën hibride, në atë që kontrollon shteti, por unë sinqerisht do të kisha dashur shumë që të ketë një lloj limiti ose kufizimi se si përdorim edhe rrjetet sociale, se mandej na fut në ndonjë problematikë jashtëzakonisht madhe që jemi viktimë e saj. Dhe nuk e di, për gjeneratat e reja jam shumë skeptik, të mos jem aq shumë pesimist, por nëse vazhdojmë në këto hapa, e ardhma nuk mund të jetë aq e mirë dhe suksesshme. Dhe premtuese. Përveç kësaj pjese, meqense flasim gjatë gjithë kohës për faktorët stresues që mund të na shkaktojnë çrregullime të shumta edhe në shëndetin fizik, po megjithatë si mund të qëndrojmë, le të themi, stoik, të qëndrueshëm, të durueshëm edhe gjatë situatave të ndryshme në jetë dhe mos lejojmë që ato të ndikojnë në gjendjen tonë emocionale. Çfarë rekomandoni ju si profesionist i fushës? Jo, do ta bëj një rezume të shkurtër, sepse paraprakisht, domethënë varet edhe nga problematika që i kanë njerëzit dhe ne supozojmë, do të thonë japim disa këshilla ose disa rekomandime, por tani do ta them në pjesë të përgjithshme. Fillimisht njeriu më së tepërmi duhet të jap kohë për veten e tij. Kjo është shumë e rëndësishme. Unë shumë shpesh rekomandoj që njeriu të bëjë një program sistematizues në ditën e tij, në brenda javës, një program i cili do të jetë shumë i rëndësishëm. Mandej pjesa tjetër është edhe sa kalojmë kohë vet, sa futemi në mendime, sa jemi të rrethuar nga stresues të ndryshëm dhe mandej japim edhe alternativa të ndryshme ose rekomandime që njeriu të bëjë disa teknika të meditimit, të gjejë kohë të jetë më relaksuar, të mos fokusohet në negativitet, të mos lejojë që dikush tjetër të ketë ndikim negativ në jetën e tij, të mos merret me punë të huaja, por thjesht të shifet me veten e tij, të mbajë një dietë mirë, të bëjë ushtrime fizike, e kështu me radhë. Domethënë të gjitha këto me një fjalë nuk është që i rekomandoj vetëm ne si psikolog, por edhe mjekët shpesh i rekomandojmë që njerëzit të ekspozohen, siç e tham, në natyrë, të kenë një dietë të mirë e kështu me radhë. Për atë arsye, të gjitha këto programe që i rekomandojmë ne për individ apo stafat me çrregullime të ndryshme, ju japim një program siç aplikoj edhe vet. Nga ai program domethënë që nga fillimi i ditës deri në mbrëmje, fokusin kryesor e ka përmirësimin e shëndetit psikologjik. Domethënë nga mosmarrja e kafeneve të shumtë, pirja e duhanit, të mos abuzohet me alkoolin, me ndonjë lëndë tjetër, se si të gjejmë teknika relaksuese, se si duhet bëjmë disa teknika të frymëmarrjes, e kështu me radhë. Të gjitha këto domethënë janë si përfshirje e përgjithshme që ka një ndikim pozitiv në psikologjinë e njeriu. Dhe mandej, dikush është më i prirur të lexojë libra, dikush është adhurues i muzikës, dikush tjetër dëshiron që më tepër të qëndrojë me ndonjë person që jap domethënë një këshill pozitive, dikush tjetër në formë argëtuese duke luajtur sport.
aq më tepër që neve domethënë i largohemi pjesës stresuese, aq më mirë është për shëndetin tonë psikologjik. Domethënë sa më tepër që ne përkeqësojmë gjendjen tonë me faktor stresues, me energji negative, kjo na prin drejt çrregullimeve psikologjike. Domethënë kjo është një mendim im personal i përgjithshëm që besoj secili psikolog i rekomandon njerëzit që të jenë sa më larg ambientit stresues, sepse unë e them edhe shpesh që nëna e problematikave psikologjike është stresi. Stresi është pjesa e parë ku njeriu nuk rrin drejt çrregullimeve të tjera. Dhe është në fakt një ndër faktorët kryesor tek lista e sëmundjeve të ndryshme fizike ose patologjive të ndryshme, është pikërisht stresi ai që mund të shkaktojë edhe sëmundje tjera fizike, sepse zakonisht jemi mësuar këtë fjalën stres ta dëgjojmë çdo ditë, por nuk i dim pasojat e mëdha që mund të jenë edhe në shëndetin fizik apo jo. Padyshim, shumica e sëmundjeve, domethënë fiziologjike ose fizike në trupin e njeriu, sidomos kjo pjesa e rrahjeve të shpeshta të zemrës, probleme me ulqerat në stomak, në lukthë, problemet me diabetin, kokëdhimbjet ose migrenat e ndryshme dhe shumë çrregullime të tjera trupore ose fizike vijnë si pasojë e stresit. Unë kam raste të ndryshme ku shpesh njerëzit bëjnë kontrolle për stomakun duke menduar që mos kanë ndonjë problem gastrit ose me ulqera kështu me radhë, por kur i bëjnë të gjitha ekzaminimet ose analizat e ndryshme, thuhet që organizmi është në rregull, problematik nuk kanë as pak. Megjithatë, kjo është si faktor i stresit të madh, sidomos tek adoleshentët, domethënë faza e pubertetit, ku shumica e trive ankohen nga të vjedhurat, përzierje kështu me radhë. Edhe shumica e rasteve tek moshat më madhore është paraqitja e kokëdhimbjes të madhe që unë shpesh rekomandoj njerëzve, them, në momentin kur ke kokëdhimbje, mundohu që mos të pish ndonjë ilaç ose ndonjë mbar, sepse vetë se ti bësh i varur prej tyre, mjafton të qetësohesh, të gjesh një minutë të themi meditativ transcendental, të pish një gotë ujë dhe thjesht bësh disa teknika të frymëmarrjes duke u fokusuar në këtë dhe shef që rezultati është shumë pozitiv. Shpesh unë bëj edhe meditimin transcendental, domethënë me teknikat frymëmarrjes, kur ngrihen pacientët, domethënë nga ai gjumi i vetëdijshëm, është ndihet sikur ka fletur gjumë. Domethënë, pse të pim një diazepam ose një Helix që ka një efekt qetësues kur atë mund ta arrish në formë natyrale, domethënë në formë biologjike ku vetë trupi jon, mendja jon ka mekanizma që vetë t'i shëroj disa komplikacione që ne i shohim shumë tragjike dhe të mëdha. Dhe gjitha këto faktorë lidhen me stresin në përgjithësi. Po. Arper Meqin se gjatë gjithë kohës ju dhatë këshilla dhe porositë të nevojshme se si të jetojmë një jetesë me një stres të reduktuar, sepse ta luftojmë komplet, ndoshta edhe nuk kemi mundësi. Ju falenderoj shumë për këto këshilla kaq të arta, le të themi, dhe uroj që të kishim kontribuar pak a shumë bashkë edhe në mirëqenien e përgjithshme në shoqërinë tonë për sa i përket anës psikologjike. Unë ju falenderoj shumë për kontributin tuaj, duke e shpresuar që në të ardhmen tema të tilla shumë të nevojshme dhe shumë të dobishme, ashtu siç i trajtoni ju si profesionist i kësaj fushe, ti trajtojmë edhe në emisionet tona. Faleminderit shumë edhe një herë që ishi pjesë e këtij emisioni. Psikologjia është jetë edhe në vazhdimsi besoj që do të kemi hapësirë për dhënë këshilla, mendime psikologjike. Falenderoj shumë për hapësirën. Faleminderit juve që gjithmonë na nderoni me prezencën tuaj në emisionin tonë. Të nderuar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetin e ditës dhe tema për ditën e sotme. Radha në vim është për të kaluar në parashikimin e motit. Rikthehemi pas pak.